Gëzuar 7 marsin, dita e mësuesit, është një ditë e veçantë për mua, jo se jam dhe vetë mësuese, po se kam pasur fatin në jetën time që të kem pasur mësues shumë të mirë, të cilët më kanë udhëzuar, më kanë frymëzuar, më kanë mësuar, edhe më kanë ndihmuar që të eci përpara në jetë. Se mësuesi është i vetmi njeri që bën gjërat e vështira i bën të lehta. Edhe kjo ditë për mua nuk është vetëm për mësuesit, po edhe për prindrit tanë, se janë mësuesit tanë të parë, të cilët na kanë edukuar, edhe na kanë nxjerrur në jetë, edhe na kanë dorëzuar te mësuesit në shkollë. Ndaj dua të uroj edhe prindrit. Më shikoni një çik kështu se është një ditë shumë e veçantë, se siç e ka thënë edhe një thënie e huaj, është që vlera e një mësuesi edhe pesha e qiellit janë të vetmet gjëra që nuk maten në këtë jetë. Edhe një herë, gëzuar ditën e 7 marsit, për të gjithë mësuesit edhe mësueset, kudo që ndodhen, të vazhdojnë të bëjnë këtë punë kaq të vështirë, por edhe kaq të bukur njëkohësisht, edhe të ndihmojnë njerëzit e ri që të dalin në jetë edhe të përballojnë vështirësitë që ka jeta.